Çdo gjë ka një shpjegim. Okej, unë mendoj që gjë ndodhi përse. Ndoshta ishte që këtë të 24 të shërbej kështu do vulloste gjë që tjetër. ktheu mbrap çdo këto muajt e fundit që ti ke pas super negative ndaj vetes. Në vërtet. Edhe gjithë luftën, kjo ishte ajo çfarë bëre ti, se unë s'bëra asgjë. Këtë e bëre gjithën vetë. Kështu që gjën e parë që të premtova dhe që të thash, ka qenë që dua të rregulloj moralin dhe batën që ka nedhë këty. Që e bëra dhe nuk më intereson më fare. Në moral jo du vun vënd. Nuk jo më intereson. Deri diku. Jo deri diku. Jo, okej. Jo deri diku. Ti ke dalë si zonjë që ke vajt atje dhe i ke thënë dhe jam gjykuar unë sot. Ti nuk je gjyku fare. Sot. Ti sot nuk je gjyku. Po doja të kuptoja çfarë roli më dhan në komente se një moment u duka sikur isha kështu ajo vajza. Ti dole si një zonjë. Që dhe pse nuk isha asnjë gjë, vajte i folja për balla asaj tjetrës. Për mua. Si vajza vajzës. E dzia vajzat për mua. Kush është zënë ma? Nëse ta. Si lloj zënë. Jo, ajo pra është bravo qoftë. Kjo është ajo që desha. Sepse kur ke hyrë, të nga të provokuan e shumë sa nëzorën anën më të keqen tënde. Ndërsa duke pasur... A mama, jo është ana me rëtime, më kej sa është mund ditë. Nuk ka më. Ndërsa duke padur një njëri që të një vërtet, do vërtet, kupton vërtet... Ti e kupton hyra, 1 miliona, prezentimi, Ti e kupton, qa do të thot? Unë që mendoja që s'qa po, ti e di ku më rrimë mendja mua, si është qa po Po mendojnë. sot që je super e qenë? Më shumë sa opinioni publik, gjithë bashkë, gjithë Shqipëria të bëhet, më intereson vetëm mendimi dikujt. Po sot si u... Po atë kisha hallën këtë ty, sot si u bëj? Uroj. Qa uronë? Tjetë mangsh. Qa uronë, s'ke qa uronë? Është e dëgjuar dhe e parë në televizor, në radio, në digital, në top channel, ku do në gjithë botën.